Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet do ndalemi edhe ditën e sotme tek zhvillimet e fundit cilat po ndodhin në lindjen e mesme ku Irani ka kërcënuar duke përdorur edhe kanale sekrete diplomatike, shtetet e pasura me naftë të gjirit persik, dalatë dhe të tjerë pra amerikanë në lindjen e mesme, nëse territoret ose hapësirat ajrore të tyre përdoren për një sulm ndaj Iranit. Ndjekim një insertë më pas rikthehemi. Irani ka kërcënuar duke përdorur kanale sekrete diplomatike, shtetet e pasura me naftë, gjirit persik dhe aleatët e tjerë amerikanë në lindjen e mesme, nëse territoret ose hapësira ajrore e tyre përdoren për një sulm ndaj Iranit, thanë zyrtarët arab. Zyrtarët arab bëjnë me dije se vendet që Irani ka kërcënuar përfshin Jordaninë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Katarin, të cilat e gjitha kanë bazat e trupave amerikane. Këto shtete i kanë thënë administratës Biden se nuk duan që infrastruktura e tyre ushtarake ose hapësira ajrore të përdoret nga SBA ose Izraeli për ndonjë operacion sulmues kundër Iranit, thanë zyrtarët. Ndërsa kërcënimet janë të paqarta, ato kanë ngritur shqetësime në shtetet e pasura me energji të gjirit persik se objektet e tyre të naftës të konsideruar prej kohësh si të mbrojtura nga një ëmbrell sigurie amerikane mund të goditen, thanë zyrtarët arab. Instalimet dhe forcat ushtarake amerikane në rajon mund të jenë gjithashtu në rrezik, një rajon me një nga përqendrimet më të larta të trupave amerikanë në botë. Mirë, kemi ndjekur insertin e sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe tjera. Kemi ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, faleminderit që më mua sot. Faleminderit edhe ju. Zoti Dauti, do doja ta nisja fillimisht me insertin që sapo dëgjuam së bashku dhe pyetja ime është se çfarë ndikimi ka konflikti i fundit në Gazë në stabilitetin rajonal? Po, do ta komentoj videon që ka e pam së bashku. Domethënë bëhet fjalë për kërcënimin e Iranit ndaj shteteve arabe, sidomos në lindjen e mesme. Ata shtete kërcënohen për shkak se në shtetet e tyre ka baza ushtarake amerikane dhe nëse Izraeli e sulmon Iranin, kuptohet që amerikanët do ta ndihmojnë. Ata do ta ndihmojnë në atë mënyrë që do të shfrytëzojnë bazat e tyre në shtetet e lindjes së mesme. Kuptohet që Irani kërcënohet nga një rrezik i tillë dhe për të siguruar që nuk do të sulmohet edhe nga ushtria amerikane, ata i kërcënojnë në mënyrë indirekte shtetet arabe, të cilat mandej bëjnë presion në shtëpinë e bardhë që mos ndërmarrin një hap të tillë. Apo nëse ndërmerr Izraeli një hap të tillë, ta bëj e vetme me ushtrinë e tyre, me aeroplanet e tyre dhe jo duke shfrytzuar bazat ushtarake amerikane në Jordani, në Arabinë Saudite, në Emiratet, ndoshta edhe Katari mund ta përfshijmë aty. Kuptohet që ata kërcënohen për shkak se të gjitha ata shumica e atyre shteteve kanë burime të mëdha të naftës dhe një luftë e tillë do të ndikonte që të ndërpritet shitja e naftës dhe që do ta përkeqësonte situatën e tyre ekonomike dhe ata nuk kanë levërdi që të futen në një avanturë të Izraelit dhe ekonomitë e tyre të dëmtohen dhe kuptohet edhe populli i atyre shteteve do të ngrihen kundër për shkak se ata e mbështesin Izraelin dhe shpresojnë që mos të ndodhë një gjë e tillë. E qartë, zoti Dauti, në marrëdhënie me Perëndimin, si reflektojnë edhe ndryshimet në qeverinë e Iranit? Po tani kemi një qeveri të re në Iran, kur filloi lufta në Gaza dhe në Liban, kishim një qeveri më konservatore. Ata din të rezistojnë kundër SBA-s, mirë po kjo qeveria e re që ka është sot në Iran, konsiderohet më reformatore, dhe ata do të kishin dashur që të shuhet ky konflikt dhe të kenë një bashkëpunim me SBA-n, po jo vetëm me SBA-n, edhe me Unionin Evropian, apo në përgjithësi me Perëndimin. Ata besojnë që nëse ka paqe në mes tyre, kuptohet që ekonomia e Iranit do të zhvillohet. Mirë po si duket, kjo qeveri nuk ka mbështetje, sidomos te parlamenti i Iranit, të cilët janë konservator, dhe sidomos te lideri suprem, Khamenei, i cili don të vazhdoj rrugën e rezistencës, të dalë në ndihmë atyre grupeve që rezistojnë Izraelit, dhe kuptohet që Perëndimi do të kishte dashur që të gjithë në Iran të mendojnë si kjo qeveri me në krye të Pezeshkian. Mirë po Pezeshkian mbas situatës që u ashpërsua në Liban, edhe ai nuk ka mundësi më që të mbajë një politikë më paqësore me SBA-n
dhe si duket tani edhe qeveria e re e Iranit është në një vijim me politikën e liderit suprem dhe ata janë të gatshëm që të rezistojnë Izraelit dhe Shebas dhe si dëshmi më e mirë ishte që para 10 ditëve apo 2 javëve, më 1 tetor 2024, Irani e ndërmori atë veprim kundër Izraelit. Qartë, zoti Dauti, ndërkaish, në konfliktin midis Izraelit dhe Palestinës, a mund themi se tashmë po luajnë edhe rol ndërmjetësuesit pra në vendet e Ngjirit? Po, ato luajnë si ndërmjetësues për shkak të rrezikut që u kërcënohet qeverive të tyre. Më e prekur nga kjo situatë është Jordani, për arsye se gjatë sulmit të Iranit kundër Izraelit, hapësira ajrore e Jordanit u shfrytëzua nga aeroplanët e Izraelit dhe bazat ushtarake amerikane që janë në Jordan, ato u përpoqën që ti ndërpresin raketat që ishin drejtuar drejt Izraelit prej Iranit, dhe kuptohet që populli tani e ka kuptuar se qeveria e tyre është në shiqim të tyre një qeveri tradhtare që vetëm i ndjekën interesat e perëndimorëve në dëm të popullit palestines. Ne duhet këtu ta kuptojmë që në Jordan gjysma e popullatës është me prejardhje prej Palestine dhe kuptohet që ata irritohen nga kjo situatë. Prandaj edhe kur para se fillonte sulmi i Iranit kundër Izraelit, ministri i punëve të jashtme i Jordanit ishte në Iran dhe ju tha atyre që nëse ju e sulmoni Iranin, ne jemi patjetër të detyruar që të ndihmojmë amerikanët dhe mos lejojmë që hapësira jonë e Jordanit të shfrytëzohet nga raketat iraniane. Pra ata janë në një situatë të vështirë, por kuptohet që presioni është i madh në Jordan nga populli që ta ndryshojnë politikën. Prandaj dhe Jordani dhe shtetet përreth, sikur është Emiratet e Bashkuara apo Arabia Saudite, përpiqen që të ndërmjetësojnë në mes perëndimit dhe Iranit që mos përkeqësohet situata, për shkak se ata nuk janë të sigurt që nëse eskalon situata në lindjen e mesme, çka të ndodh me qeveritë e tyre, të cilat nuk kanë mbështetje të fuqishme të popullata, por janë shumica diktatura dhe nuk kanë erdhur në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve të lira. Kjo po ashtu mund ta përmendim edhe Egjiptin. Edhe Egjipti sundohet nga një diktaturë, nga prezidenti Sisi, i cili erdhi në pushtet nëpërmjet grushtit të shtetit dhe kuptohet që edhe ata ndërmjetësojnë që mos përkeqësohet situata, se mund të vjen edhe në protesta në popull, në kryeqytetet e atyre shteteve dhe të shfrytëzohen këta protesta për ndrim të qeverisë. Pra është në interes të shteteve arabe të lindjes së mesme që mos eskaloj situata, edhe pse disa shtete do të kishin dashur që SBA të sulmoj Iranin, për shkak se e shiqen Iranin si një shtet konkurrent, një shtet që ka një zhvillim ekonomik dhe ushtarak dhe frigojnë për të ardhmen e tyre, se ndoshta në një të ardhme të afërt, Irani do të zgjerojnë ndikimin në lindjen e mesme, mirë po janë në dilemë, ata mbështesin SBA apo të mbesin të neutral, dhe ata tani kanë vendosur që të mbeten neutral dhe mos e eskalojnë situatën për shkak të rreziqeve të mundshme të pushteteve apo pushtetit dhe qeverive të tyre. Zoti Dauti, ndërkaish normalizimi pra saudito-izraelit, çfarë ndikimi ose çfarë pasojash do të ketë për lindjen e mesme? Po, nuk jemi të sigurt se do të ketë një normalizim të tillë. Një tentativë ka patur gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos gjatë prezidencës Trump, është e njohur si marrëveshja ibrahimike, dhe me ndërmjetësim të Arabisë Saudike indirekt dhe nëpërmjet politikës dhe diplomacisë amerikane, u bën njohje të disa shteteve të lindjes së mesme për Izraelin, do t'i përmensi këtu cilat shtete: Bahreini, Emiratet e Bashkuara, Marokoja, Sudani, dhe si përfundim pritej që edhe Arabia Saudite të njihte Izraelin, kështu që kuptohet që tensioni do të ulej në lindjen e mesme. Mirë po ndodhi në Amerikë ndrimi i pushtetit Trump dhe me ardhjen e Biden, qeveria demokrate
e Amerikanëve nuk ishte marrëdhënie të mira në fillim të administratës së tyre me Arabinë Saudite. Kjo e shtiu pak procesin e njohjes ndërmjet Arabisë Saudite dhe Izraelit, mirë po me fillimin e luftimeve në Gaza, kuptohet që ky proces është lënë në hares dhe për tani nuk është e mundshme afrim në mes të Arabisë Saudite dhe Izraelit, për shkak se tani edhe Arabia Saudite si kushte ka që të Izraelit të formoj shtetin e Palestinës, nëse don që të njihet nga Arabia Saudite. Para se të ndodhin sulmet, monarku ta quajmë i Arabisë Saudite, edhe pse është trashëgimtar i frontit Mohammed bin Salman, ai në një intervistë para 7 tetorit 2023 tha se ne jemi të gatshëm që të ofrohemi dhe të njohim Izraelit me kusht që të përmirësohet jeta e palestinezëve. Pra ai kishte sikush vetëm përmirësimin ekonomik të palestinezëve, mirë po tani politika e Arabisë Saudite ka ndryshuar dhe ata e kanë si kusht njohjen e Palestinës nga ana e Izraelit. Kjo do të thotë se nuk do të kemi një afrim të tyre për shkak se qeveria e Izraelit në asnjë mënyrë nuk don të negociojë që të njihet një shtet i palestinezëve dhe ata përpiqen që ta shuajnë rebelimin e palestinezëve në tokat e tyre, po mundësisht edhe të shparosin palestinezëve dhe që të mos ketë më problem të Palestinës. Prandaj kjo do me thonë se konflikti do të vazhdojë, do të kemi eskalim dhe në kohë të afërm nuk do të kemi paqe në lindjen e mesme. E qartë, mirë, zoti Daudi, ndjekemi tjetër insertën pas rikthehemi sërish së bashku.